Look, we are living a very special moment in the world. And these very special Momente të veçanta në botë sot, dhe në këto momente të veçanta, më shumë se kur ne kemi nevojë që të përshpejtojmë bashkimin e të gjithë Europës dhe forcën, fuqinë e saj. Dhe kjo na sjell në këtë moment për zgjerimin, sigurisht për Ukrainën, Moldavinë, edhe Gjeorgjinë në rast se ata dëshirojnë, por sigurisht edhe për Ballkanin Perëndimor. Dhe Ballkani Perëndimor na ka sjell dhe na ka treguar që edhe më parë që dëshironte që të bëhej pra pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe këtu nuk është ndonjë garë, konkurrencë, por dëshira ime është që të gjitha këto vende, të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, të ecin përpara sa më shpejt që të jetë mundur me përmbylljen e negociatave, që të tregojnë rezultate për reforme, të përmbushin kriteret. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me të bërit e punëve për hir të bërit punëve, por për ndryshimin që do të sjellë për mënyrën se si ne funksionojmë, do të ndryshojë edhe mendësinë, mentalitetin. Ndonjëherë e di, kjo nuk është e lehtë, sepse edhe unë vetë vi nga një vend që jemi bërë shtet antar vetëm përpara 40 vitesh, dhe e di se çfarë do të thotë që ndonjëherë vazhdojmë të kemi vështirësi, por kjo është rruga e dur për të ecur përpara. Dhe për shembull këtë javë unë vajta në Serbi, në Bosnjë Hercegovinë, në Kosovë, në Malin e Zi, në Maqedoninë e Veriut, dhe sot dhe së fundmi pra jam në Shqipëri, duke plotësuar kështu të 6 vendet vizitën time në 6 vendet, pavarësisht vështirësive që ka në secilin prej vendeve, ndonjëherë edhe probleme dypalshme, ndonjëherë probleme historike. Gjithsesi, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një objektiv dhe dëshirë të përbashkët që të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian dhe të ecin përpara, të hapin një kapitull të ri. Dhe ajo që unë u them të gjitha këtyre vendeve është, dëgjoni, mund të keni besim tek Bashkimi Evropian, besoni tek ne. Ne kemi një vullnet të qartë politik në Këshillin Evropian. Ne kemi një angazhim të qartë nga Komisioni Evropian, që ky është momenti i duhur për të arritur këto rezultate dhe duhet ta përdorim këtë moment, këtë çast. E mbaj mend shumë mirë përpara disa vitesh që ne kemi ardhur këtu në Tiranë dhe kemi dëgjuar Edi Ramën kur tha: "Dëgjona, askush nuk ju beson më, ose që ne do të bëhemi shtet antar." Sepse aq shumë herë është thënë sa tashmë ndoshta askush nuk e beson. Por ajo që ka ndodhur në secilin prej këtyre vendeve të Ballkanit Perëndimor gjatë 2 viteve të fundit, por edhe mënyra se si ka ndryshuar Bashkimi Evropian gjatë 2 viteve të fundit, ka ndryshuar tërësisht mendësia edhe në Bashkimin Evropian, pra edhe qasja. Kështu që jam e sigurt që edhe Edi Rama beson tashmë në një gjë që nuk besonte deri diku përpara 2 vitesh. Kështu që kjo do të thotë që tashmë kjo gjë është e mundur. Për mua, edhe kur përpiqem madje, që e zëm, edhe nëse do harroj për Ballkanin Perëndimor, se sa herë hy në zyrë çdo ditë, shikoj një kanoqe Coca-Cola me një dizajn shumë të veçantë nga vetë Edi Rama. Dhe në vetvete ajo kanoqe është shumë e veçantë. Është simbolike, jo vetëm për faktin që e kishte projektuar e ka dizenjuar Edi Rama, por sepse kur isha për vizitë në zyrën e tij përpara disa vitesh në një cilësi tjetër, ai më ofroi një libër nga një shkrimtare vërtet e madhe dhe shumë e mirë shqiptare në portugalisht, Lea Ypi, të lirë, dhe unë e lexova librin gjatë udhëtimit ndërmjet Shqipërisë, Tiranës dhe Lisbonës. Dhe me të vërtet që e pëlqeva shumë atë libër, u apasionova shumë bas librit, a e di që ajo po shkruan sërish, dhe është një novel fantastike për të kuptuar historinë tuaj, historinë e Shqipërisë, por edhe historinë e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo është arsyeja sepse
Unë e kam ofruar si dhurat Krishtlindjeje udhëheqësve të Europës librin e Lea Ypit. Dhe një nga momentet më simbolike të librit të saj ishte momenti kur po diskutohej për kanoqen e Coca-Colës. Pra, çfarë përfaqësonte ajo në atë kohë kur Shqipëria ishte një vend i izoluar dhe ishte aq larg të theme e veçuar nga vendet e tjera të Europës, dhe sa herë shoh atë kanoqe në zyrën time, gjithmonë mendoj, ky është misioni ynë, ky është objektivi ynë, që të japim fund të izolimit dhe të përmbyllim bashkimin e familjes dhe kontinentit tonë evropian.